Miq, kjo është, le të themi, për mua një sfidë, sepse zakonisht në për vende të larta gjithmonë kam pas çik problem, por jo në një fobi kush e di se çka, kështu që thash ta provojmë dhe testojmë veten. Kështu që kam hip diku në një shtyll këtu, jam afër drejt majës, jam tek lapidari, kështu që duket pamja gati 360 gradë. Ja dhe liçenin kam përballë. Kështu që sa më tepër i thyem kufit dhe e sfidojmë veten, sigurisht që vetbesimi ynë fuqizohet. Kështu që besoj për gjithë secilin varet çka ka sfidë, mirë është ta sfidoj veten. Se kuptohet, sa më tepër e sfidojmë veten, aq më, le të themi, pak frikë kemi, ose më saktë e kontrollojmë deri diku frikën. Kështu që natë të këndshme.